Urimet e shumta për festën e Fitër Bajramit kanë përcjellur edhe krerët shtetëror dhe partijak. Presidentja e vendit Gordana Silianovska-Davkova ka dërguar një mesazh urimi për qytetarët e besimit islam, duke uruar që ditët e festave të kalojnë në harmoni dhe mirëqenie, të mbushura me gëzim dhe lumturi, ndërsa ka përmendur edhe rastin e fundit tragjik që ndodhi në Koçan në muajin e Ramazanit. Këtë vit në muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e argjërimit, lutjes dhe faljes, na goditi një tragjedi e papar që na tronditi si komunitet dhe si individ. Mendimet tona janë me familjet e viktimave dhe të lënduarve, pavarësisht përkatësisë fetare, etnike apo çfarëdo tjetër. Të gjithë solidarizohemi së bashku. Qoftë kjo ditë një burim gëzimi dhe paqe për ju dhe familjet tuaja, duke dhuruar sa më shumë dashuri, mirëkuptim dhe solidaritet, kështu thot në urimin e kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi. Prandaj duke lënë pas muajin e Ramazanit, le të dalim me zemër të pastër dhe më shumë gatishmëri për të ndihmuar ata që kanë nevojë, si dhe për të kontribuar në forcimin e unitetit, tolerancës dhe harmonisë shoqërore. Kryeministri Christian Miskovski të gjithë qytetarëve të besimit islam u ka dëshiruar shëndet, gëzim, lumturi, paqe dhe qetësi në familjet e tyre. Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të qeverisë të gjithë qytetarëve të besimit islam t'ju uroj festën e Bajramit dhe t'ju uroj shëndet, gëzim, lumturi, paqe dhe qetësi në familjet tuaja. Ramazan Bajrami është një nga festë solidariteti dhe humaniteti, e cila i mëson të pasurit të përmbahen nga komoditetet personale dhe të mos harrojnë të varfërit dhe jetimët. Urime për këtë festë kanë dërguar edhe kryetarë të partive politike. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në urimin e tij ka theksuar rëndësinë e paqes, tolerancës dhe bamirësisë. Në këto momente të veçanta, le të përkujtojmë vlerat themelore të fesë son, paqen, tolerancën dhe bamirësinë, që na mundsojnë të ngrem dorën e pajtimit dhe solidaritetit ndaj njëri tjetrit. Le të mbështesim njëri tjetrin dhe të kujdesemi për ata që janë në nevojë, duke u bërë shembuj të mirësisë dhe bashkëpunimit. Ashtu si agjerimi na mësoi durimin, vetëpërmbajtjen dhe përkushtimin, edhe përpjekja jonë e përbashkët për të mirën e përgjithshme, kërkon përkushtim, durim dhe sakrificë, thot në mesazhin e zëvendës kryeministit dhe kryetarit të Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti. Në këtë muaj kemi punuar së bashku jo vetëm për forcimin e besimit ton, por edhe për të ndërtuar një vizion të përbashkët, për të kapërcyer sfidat që përballëm me maturi dhe për të forcuar themelet e një të ardhmeje më të drejtë dhe më të bashkuar. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se kjo festë e shenjtë na kujton vlerat themelore të respektit të ndërsjellët, solidaritetit dhe humanizmit. Në frymën e këtyre vlerave së bashku mund të kapërcejmë të gjithë sfidat dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për vendin ton dhe qytetarët e tij. Maqedonia e Veriut është shembull i bashkimit, të jetuarit së bashku dhe respektimit të diversitetit, dhe kjo është pikërisht ajo që e bën atë më të fortë dhe më të pasur. Ndërkaq, nuk kanë munguar urime për festën e Fitër Bajramit, as edhe nga kryetarët e Aleancës për Shqiptarët e Zjadin Sela dhe Arben Taravari. Një muaj i tërë na mblodhi rreth tyrezës së përbashkët, me dashuri dhe mirënjohje për kafshatën e gojës dhe praninë e më të dashurve që kemi. Na bëri të provojmë durimin dhe të ndjejmë thellë kuptimin e sakrificës. U lutëm për vete dhe për ata që munguan në sofrat tona. Sot uroj të kremtojmë së bashku me zemër plot, agjerim të pranuar dhe lutje të pranuara për të gjithë. Uroj që secili nga ne të kuptoj qartë që në këtë botë jemi të gjithë kalimtar të vdekshëm, ndaj le të jemi të mirë me njëri tjetrin, sepse jemi bashkë për një kohë të shkurtër, gëzuar Fitër Bajramin. Me anë të një video mesazheve, urim për të gjithë qytetarët e fesë islame, kanë përcjellur edhe kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami dhe ai alternativës e Zëqira Ibrahimi. Nëse agjerimin e Ramazanit e krahasojmë me një vepër të bukur artistike, Bajrami është pikërisht katarza në të cilën shpirti gufon me emocionin e fuqishëm të dashurisë dhe ndjenjen e bukur të ngadhnimit. Festa bëhet akoma më e harreshme kur vjen pas një muaji të gjatë agjerimi, ku Ramazani na ka obliguar me kufizime që synojnë një kaletje shpirtërore dhe forcimin e solidaritetit shoqëror. Ju uroj agjerim të pranuar juve dhe familjeve tuaja. Ndërkohë, urime për festën e Fitër Bajramit kanë dërguar edhe kryetari i Lëvizjes Popullit Skënder Rexhepi Zejdi dhe ai i Partisë Demokratike Europiane Arjanit Hoxha.